Rritja e pagave në Shqipëri duket se nuk po përkthehet më në mirëqenie për qytetarët. Edhe pse të ardhurat nominale janë shtuar vitet e fundit, fuqia reale blerëse ka pësuar një rënje të ndjeshme për shkak të inflacionit dhe rritjes së vazhdueshme të çmimeve. Sipas të dhënave të Instat, në 3 mujorin e fundit të vitit 2025, diferenca mes pagës nominale dhe asaj reale arriti në 17%, gjë e cila tregon për një zgjerim të mëtejshëm të endekut krahasuar me vitet e mëparshme. Në fillim të vitit 2023, kjo diferencë ishte dukshëm më e ulët, por inflacioni i akumuluar, që nga viti i cili merret si bazë 2020, ka ndikuar në uljen graduale të vlerës reale të ardhurave. Ekspertët vlerësojnë se ritmi i rritjes së çmimeve ka qenë më i shpejtë se ai i pagave, gjë e cila i ka vendosur familjet shqiptare në presion të vazhdueshëm ekonomik. Edhe pse bizneset kanë rritur pagat për të mbajtur punonjësit, këto ndërhyrje shpesh kanë ardhur me vonesë dhe nuk kanë arritur të kompensojnë plotësisht koston më të lartë të jetesës. Në thellimin e fenomenit kanë ndikuar edhe politikat fiskale. Rritja nominale e pagës ka bërë që shumë individ të kalojnë në kategori më të larta tatimore dhe që një pjesë e konsiderueshme e shtesës të përthithet nga taksat, ndërsa fuqia reale blerëse po vijon të kuret. Ndërkohë që goditjet në zinxhirin e furnizimit dhe paqëndrueshmëria monetare kanë ndikuar edhe në zhvlerësimin gradual të paras. Sipas analizave ekonomike, rritja e pagave nuk është mbështetur nga rritja e produktivitetit në ekonomi, por kryesisht nga mungesa e fuqisë punëtore dhe vendimet administrative, disa faktorë të cilët kanë ushqyer më tej rritjen e çmimeve në treg.